Një aksident përballë Spitalit Rajonal të Shkodrës mundi kishte marrë jetën shtetasit me inicialet PD rreth 65 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në orët e paraditës nga afërsitë të spitalit kur dy makina në ecje sipër e kanë përplasur 65 vjeçarin duke i shkaktuar dëme në trupin e tij. I aksidentuari menjëherë është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, teksa është transportuar me barel duke patur favor afërsinë e spitalit me vendin e ngjarjes. Pasi ka marrë ndihmën e shpejtë, burime pranë spitalit bëjnë me dije se shtetësi PD është jashtë rrezikut për jetën, por ka dëmtuar pjesë të ndryshme të trupit. Edhe pse 65 vjeçari po ecste me biçikletë me një shpejtësi jo të madhe, çuditërisht një mjet tip Sharon me ngjyrë blu me targ AA 569 MK dhe një mjet tip Audi me targ AA 242 BY e kanë zënë në mes të dy makinave duke aksidentuar. Burime pranë policisë vendore të Shkodrës bëjnë me dije se të dy drejtuesit e mjeteve janë shoqëruar në polici për të marrë në pyetje mbi këtë aksident që përpart i mori jetën 65 vjeçarit. Edhe një herë tjetër të tilla aksidente nuk tregojnë gjë tjetër, veçse nevojën imediate që qyteti i Shkodrës ka, sidomos në akset kryesore të tij, për të patur të veçuar korsinë e biçikletave si e vetmja mënyrë për të shmangur aksidentet. Shpeshherë dhe shoqata të ndryshme kanë bërë apel, por deri më tani ende nuk ka një zgjidhje për korsitë e biçikletave, edhe pse Shkodra e ofron më shumë se kushdo për shkak të terrenit fushor që ka. Nga ana tjetër, mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor dhe trafiku i rënduar her pas here sjellin të tilla aksidente.